Edhe si quhen një? Unë quhem Niko Hoxha. Ka ndodhur një ngjarje në mbrëmjen e darkë këtu në Llogatunt. Çfarë ndodhi më konkretisht? Po. Para 2-3 dite më bën një kërkesë ky zotnia këtu. Më thot Niko, kemi qejf të vi me ca këngëtar edhe të bëj një dakord I thash. Ky fshat ka nevojë edhe të dëgjoj që muzikë. Erdhi mbrëm, çuan ato paimet aty. Fillon ato të këndonin ato vajzat. Edhe ai djali. Mbas në një orë e gjysmë na vjen një djalë këtu I zonës, quhet Shpëtim Dane, me një tjetër. Dhe unë ngul këtu mbas meje. Po këtu isha ulur unë, edhe drejtë tek mua. Po filloi o Niko, të keqe sa të dua. I thash, qysh dukesh, mirë më thamë. Në atë kohë porosit 2 birra. I thot ati 2 birra, po ti më thamë, jo I thash se nuk kam qef të pi. Jo po do marrësh një. E po mirë, I them Bleri, nuk bje ma I birë. I thash, ajde gëzuare, që je mirë. Edhe lash aty. Në atë kohë këngëtari ishte ngulur këtu, te kjo tavolinë. Shohun ja ngopi me grush. Ç'a bën I thash? Se do dhe ti më thamë, ma ngope mua. Në atë kohë, Blerimi ishte me ca shok pinte bënë mua bet me ata, ku shikojnë ta, unë ngritën ata pasaj që apo, ky filloi pasaj këtu, na gjërat më të ndyra në gojë. E kuptoni? Ju e keni ambient një frikë këtu lokal dhe jepni për vende kështu për... Tash, kur kërkono njëri, thasho, urdhojte. Do të vinë bëjnë muzikë, urdhojte, hajde bëjnë. Se ne jemi 2 pa. Gryvan e kam patur shumë të murë, shaperuan e akta, ka qenë Itali tash ish kthyer. Edhe me zikën rrokë. Keni pas konfliktën tonë personale? Jo, nuk e di. Asnjëherë me fjalë këtyre tipave unë s'u flas. Se çfarë tipa janë? Janë tipa të jashtëzakonshëm që ai mund të ketë 7 emra. 3 e ka dërguar policia mua sot. Ju e bë denoncimi polici? Po. Erdhi policia këtu? Erdhi po mbrëm policia këtu. Kemi ndoj deri në 12, bëra denoncimin atje. Kur nisem me Blerimi që më bjetu, më thot policia, ky ka emër tjetër. Jo I thash. Quhet Filani. Pa shkoj fotografinë se që rruajtur. Me fjalë ke qethur e ashtu. Tash I ka lënë flok për mos ta njohur. Ky është problematik në të gjithë vendin. Ta vjen andej zihen e bëjnë ndrojnë emër e mbiemër. Çfarë ju tha policia? Policia bëshi atë, edhe oficeri gjyqësor më pyeti, më tha Niko këtu. Po I thash. Bëra denoncimin. Më tha do merret shteti tash. Më tha do vesh tek doktori ligjor, vajta tek ai paraqita. Plus tu, në momentin që ashtu, më shumë edhe më gjuri. Imagjino të biesh aty. Po rria kështu tash, kush e priste? Kush e priste që mua I më qëllonte? Unë 70 vjeç, ai 40 vjeç. Po, keni patur probleme me përplanën e çfarë Jo. Ky këta bëjnë ta, këtë lojna bëjnë ta, pinë, edhe gjëra s'ku të qesh të afrohet ta për të puth e të godet. Ka ndonjë arsye? Fare, e kanë me gjitha, për të thënë që janë jemi në këtë zonë. E kupton? Janë shumë problematik. Si quhet djali që ju quajë? Ai quhet Shpëtim Danaj. Policia mori kishte vënë emër tjetër. Vemi tek shtëpia. Unë s'kam dalë, I fal. S'kam dalë nga policia, më tha nuk do dalësh, me gjithë Bleri. Ku e ke djalin I tha? Është në Gjermani. Morën nuse. Më në fund I tha, djalin ne nuk shkojmë. Nuk flasim me djalin. E kupton ti çfarë problematike është? Keni frikë? Nuk është halli frikës. Unë nuk dua të bëj me njoll. Pa të dalin 300 si ai. As kam frikë fare. As ma bën syri fare. Nuk dua nga të rroj djalin. E kam në Itali. Ai e dëgjoi. Edhe policia ka dëgjuar çfarë tha djali. Do nisem me avion, jo I thash. E kupton ti? Ç'a bëjnë ata? Gjejnë njerëz shumë mualif, e I marrin me fëmijë, pastaj godisin me grusht. Ka patur raste të tjera si këto? Po, na ky. Edhe na duhet se kia. Po. Emra. 2-3 emra që mi ka thënë djali mërëm në telefon. Se ky ka qenë te djali Milan. Dhe ka thënë policia urgjentisht largohesh Armando me ata mos shoqërohesh më. Pse I vajtën djali aty? Që ata janë shumë problem. Ka ndonjë
arsye tjetër Gjergji që mund të ketë përplasje mes jush? Nuk e di tani, mos janë xheloz me djalin, a nuk e di. Po më ka thënë 2 herë djali që edhe mua më kanë provokuar. Po, unë djalit i kam thënë jo. Po që do të bërë dalu. Si duan ta kenë qefi. Keni merak me më thatë që nuk kemi po gjithsesi. Nuk kam frikë merak fare. I bëj thirrje shtetit që ai person të kapet. Që këtu që ai ndron emrat.